Numri I lejeve të ndërtimit për ndërtesa të reja shënoi rënje në 3 mujorin e parë të vitit 2025, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërkohë që vlera e projekteve të miratuar është rritur ndjeshëm. Sipas të dhënave zyrtare nga Instituti I Statistikave në periudhën janar-mars 2025, janë miratuar 258 leje ndërtimi, që përfaqëson një ulje prej 17%, krahasuar me 3 mujorin e parë të vitit 2024, ku ishin miratuar 311 leje. Sipërfaqja e parashikuar për ndërtim këtë 3 mujor ishte 335.137 metra katror, me një ulje prej 6.3% nga e njëjta periudhë një viti më parë, e cila shënonte 357.585 metra katror. Megjithatë, vlera e përafërt e projekteve të miratuara përfshin ndërtesa dhe punimet inxhinierike, arriti 20.1 miliard lekë, duke shënuar një rritje prej 47.6%, krahasuar me vitin 2024, kur ishte 13.6 miliard lekë. Ndërtimet për banim dominojnë me 188 leje, e një sipërfaqe ndërtimi për 215.418 metra katror, ndërsa ndërtesat jo rezidente, hotele, objekte tregtare dhe industriale përbëjnë 70 leje, një sipërfaqe për 119.719 metra katror. Qarku I Tiranës vijon të mbaj peshën kryesore me 72 leje ndërtimi dhe një sipërfaqe për 201.237 metra katror. Megjithatë, edhe ky qark ka shënuar rënje krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritje të ndjeshme të vlerës së projekteve ndërtimore janë regjistruar në qarqet Durrës, Vlorë dhe Fier, duke reflektuar një dinamik pozitive të aktivitetit ndërtimor jashtë kryeqytetit.